Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Do befasoheni me atë se çfarë thot muaji kur keni lindur për ju. Zbulojeni tani. Sipas studimeve të fundit, muaji lindjes mundet të ndikojë në sëmundje që do t'ju prekin gjatë jetës. Ndryshimet sezonale në rrezet ultraviolet, nivelet e vitaminës D dhe viruset, të cilat janë më të zakonshme në dimër, mund të ndikojnë në zhvillimin e fetusit sipas ekspertëve. Shkencëtarët nga Universiteti i Alicante kanë shpërndarë 27 sëmundje kronike sipas muajit të lindjes, janar. Meshkujt e lindur në janar do të preken nga ulçera në stomak dhe dhimbjet e shpinës. Femrat e lindura në këtë muaj do të preken nga migrena, problemet gjatë menopauzës dhe sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu, shkurti. Meshkujt e lindur në muajin shkurt do të preken nga problemet me tiroiden, problemet me zemrën dhe artriti. Femrat e lindura në këtë muaj do të preken nga artriti, problemet me tiroiden dhe mpiksja e gjakut. Mars. Meshkujt e lindur në muajin mars do të preken nga problemet me shikimin, zemrën dhe astmën. Femrat e lindura në këtë muaj do të preken nga artriti, reumatizma dhe konstipacioni. Prill. Meshkujt e lindur në muajin prill do të preken nga probleme si astma, osteoporoza dhe problemet me tiroiden. Gjithashtu, femrat e lindura në këtë muaj do të preken nga osteoporoza, tumoret dhe bronkiti. Maj. Meshkujt e lindur në muajin maj do të preken nga depresioni dhe astma dhe diabeti. Femrat e lindura në këtë muaj do të preken nga alergjitë kronike, osteoporoza dhe konstipacioni. Qershor. Meshkujt e lindur në muajin qershor do të preken nga problemet e zemrës, sytë dhe bronket kronike. Femrat e lindura në këtë muaj do të preken nga artriti, reumatizma dhe humbja e kontrollit. Korrik. Meshkujt e lindur në këtë muaj do të preken nga artriti, astma dhe tumoret. Femrat e lindura në këtë muaj do të preken nga dhimbjet kronike të qafës, astma dhe tumoret. Gusht. Meshkujt e lindur në muajin gusht do të preken nga astma, osteoporoza dhe problemet me tiroidet. Femrat e lindura në këtë muaj do të preken nga artriti, reumatizma dhe mpiksja e gjakut. Shtator. Meshkujt e lindur në muajin shtator do të preken nga astma, osteoporoza dhe problemet me tiroiden. Femrat e lindura në këtë muaj do të preken nga osteoporoza, problemet me tiroiden dhe tumoret. Tetor. Meshkujt e lindur në muajin tetor do të preken nga problemet me tiroiden, osteoporoza dhe migrena. Femrat e lindura në këtë muaj do të preken nga kolesteroli i lartë, osteoporoza dhe anemia. Nëntor. Meshkujt e lindur në muajin nëntor do të preken nga problemet kronike të lëkurës, zemrës si edhe problemet me tiroiden. Femrat e lindura në këtë muaj do të preken nga konstipacioni, sëmundjet e zemrës dhe venave. Dhjetor. Meshkujt e lindur në muajin dhjetor do të preken nga problemet me shikimin, depresioni dhe sëmundjet e zemrës. Femrat e lindura në këtë muaj do të preken nga bronket kronike, astma dhe mpiksja e gjakut. Shumë studiues janë përpjekur të kuptojnë se sa i ndryshëm mund të jetë dikush bazuar në stinën dhe muajin që ka lindur, dhe ja dolën një studim nga studiuesit të Universitetit të Kolumbisë, i bazuar gjithashtu në shkencat e statistikave, pohon se stina dhe muaji i lindjes tuaj mund të ndikojnë në personalitetin dhe në aftësitë tuaja.
Në fakt, ky studim është i bërë nga 1.7 milion njerëz duke studiuar 1688 incidente të ndryshme. Janar. Nëse ke lindur në janar, nuk keni lindur vetëm në dimër, por keni lindur në muajin e parë të vitit. Sipas ullëmtimeve, të lindurit në janar presin të ndjekin një karrierë në mjekësi apo mbledhje borxhesh apo dhe të bëhen sportist. Dhe ata kanë më shumë gjasa të bëhen krijues dhe të famshëm. Shkurt. Foshnjat e lindura në shkurt priren të jenë më të lumtur në jetën dhe karrierën e tyre. Gjithashtu, nëse keni lindur në shkurt, shanset janë të mëdha që të keni lindur para kohe. Kjo do të thotë si foshnjë keni qenë më pak se zakonisht, por edhe si i rritur mund të jeni më të shkurtër. Shkurti është gjithashtu muaji i krijimtarisë dhe mund të ndiqni një karrierë artistike dhe madje të bëheni një person i famshëm. Mars. Marsi është muaji që e mirëpresim diellin dhe nëse keni lindur këtë muaj, atëherë me siguri po kërkoni anën më të ndritshme të jetës. Gjithashtu, shumica e njerëzve të lindur në pranverë mund të jenë të prirur për hiperzemërim, që do të thotë se ata janë gjithmonë në humor të mirë dhe pozitiv. Prill. Ashtu si njerëzit e lindur në mars, foshnjat e prillit priren të jenë më shumë optimist në krahasim me ata të lindurit në dimër, verë dhe vjesht. Përsa i përket karrierës, foshnjat e prillit mund të kenë një shans për të zgjidhur nga mundësi të ndryshme karriere. Maj. Nëse keni lindur në maj, mund ta konsideroni veten me fat, siç duket shumica e të lindurve në këtë muaj. Nuk keni lindur për të qenë një optimist. Nga perspektiva e karrierës, nuk keni të përqendroheni vetëm në një karrierë, sepse opsionet tuaja janë shumë të hapura. Qershor. Të gjitha dritet pozitive që kanë lindur në mars, prill dhe maj kanë edhe të lindurit në qershor. Megjithatë, ata janë të prirur ndaj ndryshimeve të humorit dhe mund ta ndesin dhe fikin lumturinë e tyre shumë shpejt. Mund të vononi dhe hyrjen në shkollë, gjë që është e zakonshme për të lindurit në këtë muaj. Megjithatë, keni arritje të mëdha akademike. Korrik. Sipas studimit, nëse keni lindur në korrik, mund të keni aftësinë për të vetë rregulluar jetën tuaj emocionale dhe për të kontrolluar agresionin tuaj. Përsa i përket talenteve, shumica të lindurve në korrik kanë një anë artistike dhe mund të jenë mëngjarrash. Gusht. Të lindësh në gusht do të thotë më pak synime akademike, por ju i përkisni shumicës. Sipas të dhënave statistikore 16 vjeçare, shumica e njerëzve që kanë lindur në gusht mund të kenë shkëlqim, optimizmin dhe pozitivitetin që kanë njerëzit e lindur në pranverë. Shtator. Njerëzit e lindur në shtator kanë nivele të ulta të depresionit, por nëse keni lindur në shtator mund të keni sukses në fushën sportive. Tetor. Ashtu si të lindurit në shtator, të lindurit në tetor në përgjithësi shkëlqejnë në sport. Në fakt, ndërsa shumica e njerëzve të lindur në vjesht janë të gjatë, ata që kanë lindur në mes të tetorit mund të jenë edhe më të gjatë. Nëntor. Personat e lindur në vjesht, duke përfshirë edhe muaj nëntor, priren të jenë tepër të përqendruar. Së bashku me një rrezik të ulët të depresionit, ata mund të kenë një avantazh në jetë kur arrin qëllimet e tyre. Ata priren gjithashtu të jenë optimistët më të mëdhenj. Dhjetor. Nëse keni lindur në muajin dhjetor, duhet të jeni një nga njerëzit më të rrallë në botë, veçanërisht nëse ditëlindja juaj bie në 24 ose 25 të muajit. Përsa i përket humorit, nuk acaroheni lehtë dhe jeni shumë më të qëndrueshëm në krahasim me të lindurit në verë. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Gjithashtu, këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë besimet tuaja apo zgjedhjet tuaja të jetesës. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.